Fakulteti i Edukimit në Gjakov ka mbajtur sot një ligjërat të hapur me panelistë të ftuar, ku është diskutuar mbi peshën dhe rondësinë që mbartin datat 5, 6, 7 dhe 8 mars. Profesor Dr. Cinderella Doli Kreziu u shpreh se dëshira e madhe e studentëve të fakultetit është që në vazhdimsi t'i shënojnë datat e rëndësishme për popullin ton, sidomos duke gërshëtuar festa të ndryshme, ku nuk mungojnë të ftuarit në panel, të cilët ndajnë specifika të veçanta të përjetimeve të tyre. Studentët e Fakultetit të Edukimit si gjithmonë janë shumë të gatshëm për të bërë aktivitetet të tilla, zhvillime të tilla, sidomos kur është në pyetje data të shënuara, sepse bazamenti, shkollimi, zhvillimi i një shoqërie pikërisht lidhet edhe zhvillohet nga Fakulteti i Edukimit në kuptimin e mësimdhënies. Dhe prandaj me dëshirën e madhe që kur vjen muaji mars, ne dimë që është 7 marsi dita e mësuesit, por na kanë koinciduar edhe data tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për popullin ton, vendin ton, që është data 5-6, që dihet edhe situata e periudhës së luftës. 7 marsi dita e mësuesit lidhet po ashtu edhe 8 marsi që është edhe dita e nënës. Studentët dëshira e tyre ishte që të kenë të ftuar edhe njerëz panelistë të cilët do flasin për këto data në specifika të veçanta të përjetimeve të tyre, zhvillimeve të tyre profesionale, arsimore, për t'i shpalosur karshi studentëve të cilët kanë interesim për të ardhur për të dëgjuar ligjërat të hapur karshi panelit me studentë. Ndërkaq, prodekania e fakultetit, profesoresha Edita Haxhiaha, në fjalën e saj tha se këto data të rëndësishme simbolizojnë sakrificën për liri, rolin e mësuesve dhe rëndësinë e gruas në shoqëri. Jemi mbledhur sot për të shënuar data shumë të rëndësishme të muajit mars, pra datat 5, 6, 7 dhe 8 mars. Këto data që simbolizojnë sakrificën për liri, po ashtu simbolizojnë rolin e rëndësishëm të mësuesve tanë që kontribojnë për kultivimin e mësuesve të ardhshëm, do thot edhe padyshim edhe 8 marsi që ka të bëjë me ditën ndërkombëtare të gruas dhe rëndësinë e saj në shoqëri. E ftuar në panel diskutimi ishte Sala Jashari, e cila kujtoi se këto data janë histori e popullit të Kosovës, ditë të cilat të bashkuara ndajnë një histori më të madhe se secila veçmas. Meqense jemi në 5, 6, 7 dhe 8 marsin për të diskutuar peshën dhe rëndësinë e tyre, unë kujtoj që këto data janë një histori e një populli dhe nuk janë vetëm një kujtesë. Ato janë ndërgjegje. Ato lidhen mes vetes si një tregim i vetëm. Për Kosovën, datat 5, 6, 7 dhe 8 mars janë pikërisht të tilla. Janë ditë që kur vijnë bashkë tregojnë një histori më të madhe se secila prej tyre veçmas. Historinë e një populli që ka ditur të japë më shumë se vetja. Në mendjen time, kur analizova titullin se çfarë do të diskutonim së bashku, datat 5, 6, 7 dhe 8 mars, mi shëronin sikur fjalët e Çiririt të Naim Frashërit, të gjitha së bashku. Sepse historia e Kosovës në thelb është historia e njerëzve që kanë qenë gjithmonë të gatshëm, të digjen për popullin e tyre. Mësimdhënësja Shkëndije Bokshin Agafci, duke treguar fragmente nga përvoja e saj e gjatë në rrugtimin arsimor, tha se klasa është një botë në vete, e mbushur me energji e gëzime e me momente që kanë kuptim për rolin e mësimdhënësit. Kur fillova rrugtimin tim, e mendoja si një profesion të bukur, të trashëguar nga nëna ime. Por nuk I dija sa shumë emocione do të sillte kjo rrugë. Me kalimin e viteve kuptova se klasa është një botë në vete, një botë plot energji, zëra të vegjël, kuriozitete, sfida dhe gëzime të vogla, për ne që ka një kuptim shumë të madh. Edhe pse për të tjerët jashtë profesionit tonë I duken gjëra të vogla, por për ne janë shumë të rëndësishme. Ndërkaq, mësimdhënësja Pranvera Xhara Ballata, duke folur për kënaqësitë e profesionit të mësimdhënësës, ndau me të pranishëm disa nga përvojat e saj profesionale në rrugtimin e saj si mësuese prej më shumë se 20 vitesh. E kam pas një rast, tash emrin nuk po e përmendi, ka qenë, si më thonë, 2-3 vjet pasi kam filluar punën. Ka qenë djalë. Deri në klasën e tretë ai nuk ka shkruar fare, ka shkruar vetëm kështu si rrath, që unë si kam kuptuar asnjëherë. Gjithmonë më jam brengos, nashta jam unë e fajtore, por nuk dija që ai kishte nevojë
nevojë veçantë, ishte me aftësi ndryshe. Nuk e kuptoj atëherë. Më vonë fillova ta kuptoj që ai nuk është si të tjerët, dhe e don ndryshe. Më në fund, në klasën e 4, në fillim klasës 4, ka fillu me shkollë. Ka fillu në mënyra të ndryshme, vetën, në mënyrë individuale, bashkë me shokë, me 2-3 shokë që duke ndihmu, dhe që ajo ka qenë kënaqësia më e madhe që 20 e sa vjet që kam punë, që punoj, që ai ka fillu në klasën e 4 në shkollë. Nga kjo ngjarje u tha se duke nderuar datat 5, 6, 7 dhe 8 mars, afirmojmë rëndësinë e edukimit, bashkëpunimit dhe angazhimit qytetar, duke u nisur nga ata që me veprat e tyre kanë ndërtuar dhe ruajtur trashëgiminë historike dhe kulturore të Kosovës.